prap na vjen shumë keq që është 18 herë, po e përsëris 18 herë që opozita bllokon procesin e themelimit të një komisioni zgjedhor. Përshtytor prapë është shumë e rëndësishme me kuptu që ne nuk po votojmë për Albulenën, po votojmë për një komision zgjedhor që pastaj të vazhdojmë me procedurën, ku ata kanë të drejtën me votu pro, kundër ose me abstenu. Është 18 herë edhe dorën zemër, domethënë komplet pogën e mojt e kanë marrë pa e çu dorën asnjëherë. Pra nëse thojnë ata jemi të ordhë këtë, ata po vinë në kuvend, refuzojnë me marrë pjesë, edhe po besoj që cili është funksioni një deputeti që vjen këtu e refuzon me marrë pjesë në votim. Tjetra, Kosova nuk ka krizë, ka absurditet të blokimit të kuvendit të Republikës Kosovës. Veç t'javë kujtoj, qytetarët e dinë që kuvendi ka pas blokoda në të kaluarën, po ka pas një kauz mbrapa. Ne kemi bloku duke po me ndollë gjykatën speciale, duke këshur me ndollë zajednicën. Këta kanë bloku për Albulenën. Të njëjti që kanë pas vot për zajednicën, nuk kanë për Albulenën. A për kuptën si kur ta këshim pas zelin me kundërshtu zajednicën e gjykatën speciale, që që kanë për Albulenën, u menaj që Kosova do t'ishte shumë ma mirë sot. E për më tepër, po e kundërshtojnë Albulenën, e cila e ka kundërshtu edhe gjykatën speciale edhe zajednicën. Është absurde për opozitën me orë këtu edhe me mojtë qëndrim para jush. E për më tepër ju e dini që vetë LDK-ja ka thonë me 8 prill që ne nuk do t'a blokojmë konstituimin e kuvendit, ne do të vazhdojmë me votimin dhe konstituimin e kryesisë, e njëjta sot del para jush, shet menojën e gjërat të pavërteta, por refuzon me morë pjesë në votim i një liderit partisë i cili e ka qitë vetën para shtetit. Prandaj, na vjen shumë keq, por ne jemi të votimi i komisionit që opozita refuzon me morë pjesë, e puna e deputetit është me votu pro, kundër apo me abstenu, po jo me bloku kuvendin e për më tepër pa kauzë. Faleminderit. Pyetja është, a do të me gjukta gazlëcjellës për me kundërshtu Albulenën? A për kupton të du me pos një kauzë? Veç me ndoje, me gjuk gazlëcjellës se po dojnë me votu Albulenën kryetore të kuvendit. Tash, po dojnë me krahasu Albulenën me zajednicën e Vučićit, ose me gjykatën speciale. Të njëjtit sot dolin të ashojnë gjykatën speciale për çdo ditë, të njëjtit e kanë çu dorën, të njëjtit deputet. E tash ti po menon, si gazetor që është njëjtë Albulena dhe zajednica. Është e pakrahasueshme, është absurde edhe pyetja, po për më tepër, unë mendoj që këtë pyetje do m'ja bëj opozitës, nëse e vlerësojnë që Albulena dhe zajednica gjykata speciale janë njëjtë.